Përshëndetje Nandi, mirë se keni ardhur në Solar Intervista. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Atëherë, diçka për karrierën tuaj, shkurtimisht se kuptohet, keni goxha vite. Atëherë, unë kam mbaruar fakultetin e drejtësisë në vitin 1999. Mbas përfundimit të fakultetit, kam qenë me krenari e them, kam qenë një nga studentët më të mirë, me temë diplome 10 dhe me mesatare 9. Mbas përfundimit të fakultetit, kam punuar nga periudha 99-2000 në Alpetrol, specialist në zyrën juridike në Alpetrol. Më pas në 2001-shin, që nga qershori 2001-shit ka filluar punë në Ministritë Punëve të Jashtme. Aty kam kaluar të gjitha stadet e një diplomati, sepse kam punuar për shumë njerëz që nuk e dinë, Ministria e Punëve të Jashtme ose karriera e diplomatit kalon në grada, fillon si sekretari tret, ose atashe kulturor, kalon sekretari 2 në ambasadë, sekretari i parë, pastaj kalon konsul dhe në fund është grada ambasador. Unë kam arritur deri në gradën konsul, kam qenë për një periudhë jo të vogël konsul, dhe kam në Milano, dhe gjatë gjithë periudhës nga niveli specialistit deri në nivelin e konsulit, kam mbuluar në Ministrinë e Jashtme Drejtorinë e Evropës dhe posaçërisht marrëdhëniet e Shqipërisë me Mbretërinë e Bashkuar, që përfshin Anglinë, Walesin, Skocinë dhe Irlandën e Veriut. Pastaj, mbas kësaj periudhe në 2005, me ndryshimin e pushtetit politik, sepse do ta themi që kam qenë dhe vazhdoj të jemi impenjuar edhe politikisht në spektrin e majt, jam larguar nga shërbimi diplomatik dhe kam filluar aktivitetin si avokat. Kam punuar deri në vitin 2013 si avokat, brenda profilit tim si jurist, licencimin si avokat e kam marrë në vitin 2004, 2005 dhe kam filluar aktivitetin. Më pas në 2013 me ardhjen përsëri në pushtet të forcave të Partisë Socialiste Krahut-Majt, cilët edhe i përkas, kam filluar dhe një karrierë përsëri pranë administratës, duke qenë drejtor i parkut industrial. Qeveria në atë kohë krijoi parqet industriale, zonat e lira ekonomike, dhe parkun më të madh industrial në jugun e vendit, i cili përfshinte territoret e ish-ndërmarrjeve shtetërore në zonën e Lushnjës, Fierit dhe të Vlorës. Deri në vitin 2022, periudhë e cila përkoi edhe me shkrirjen e kësaj strukture dhe kalimin e tyre në varësi të ministrisë. Më pas, nga 2023, fillimi i 2023 dhe në vazhdim jam sekretari i Këshillit Bashkiak Fier. Atëherë, flasim pak për anën juridike. Sa të përgatitur janë qytetarët, sa e njohin ata jurisprudencën? Atëherë, ne fatkeqësisht, gjatë periudhës që unë kam qenë avokat, ne fatkeqësisht hym tek popujt të cilët kemi mangësi të theksuara të aspekteve ligjore. Se kjo vjen edhe për shkak të faktit që vim nga një sistem i cili nuk kishte, pra sistemi totalitar, nuk kishte kulturë juridike masive. Sepse përgjithsisht ligjin atëre, po themi në thonjza e bënte partia. Dhe edhe në momenti që flasim, kultura juridike nuk është një kulturë e cila të bëhet dhe pjesë e sistemit arsimor, jo profesional, pra, jo fakulteti drejtësisë, jo studentët e fakultetit drejtësisë, por në qoftë në nivelin e nëntëvjeçar apo edhe në nivelin e shkollave të mesme, pra para universitare, mungon një lëndë që ta trajtojë kulturën. Të ndërpres pak është sa për njohuri, ka diçka
po themi në qytetari janë disa tema, po janë mosha shumë të vogël. E njoh terminologjinë e qytetarisë, por desha të them për një kulturë të mirëfillt juridike, jo profesionale, por kulturë të mirëfillt juridike. Si do ta sugjeroje? Unë do të sugjeroja që bashkë me orët që ju i fusni të këshillimit karrierës që i shihni, unë do të këshilloja që të gjitha shkollat, flasim kryesisht për shkollat, po të kishin të ftuar edhe një profesionist të fushës. Kryesisht jurist ose avokat. Sepse pastaj gjyqtarët dhe prokurorët e kanë më të kufizuar, edhe kohën, po edhe mundësinë e trajtimit. Kështu që do të ishte domosdoshmëri. Ne kemi dhe mangësi dhe në aspektin, po themi, njerëzor, familjar. Në botë ka dy shtylla. Familjet, duke filluar edhe nga jashtë kufive, Greqia, familjet kanë një ekonomist dhe një jurist, të cilët mbajnë njëra aspektin, po ekonominë e tyre familjare, buxhetin e tyre familjar dhe tjetri problemet. Jo më, po patjetër taksat, tatimet, problematikat e ndryshme, sigurimet shoqërore, që ti je i detyruar të paguash dhe ku mbështetesh, për të mos folur pasaj për bizneset që kanë të gjithë të detyrueshëm në perëndim, të kenë avokatin e tyre dhe ekonomistin. Fatkeqësisht në Shqipëri kjo nuk ndodh. Ka avancuar pak profesioni ekonomistit, por jemi shumë brapa me profesionin e juristit, të atashuar pranë familjeve ose të atashuar pranë bizneseve. Kryesisht, si avokat pyes, cilat janë problemet më të mëdha që kanë shqiptarët sot? Ne fatkeqësisht kemi një problemin më të madh, është problemi pronave. E kemi të trashëguar, ligji 7501 nuk e ndihmoi procesin, sepse shpërndau tokë, por nuk zgjidhi problemin e ishpronarëve me pronarët ekzistues, krijoi një mbivendosje dhe ky vazhdon të jetë edhe sot. Regjistrimi i pronave, certifikimi i tyre vazhdon të jetë problemi kryesor, që përballen edhe në gjykat. I dyti janë problemet familjare. E drejta familjare, zgjidhjet e martesave, birësimet, janë gjithashtu problematik. Çështjet gjendja ekonomike, sociale, që ka shkuar drejt përmirësimit, por prapë është e rënduar, na bën që ne të hasemi me shumë probleme. Çiftet nuk njohin pjesën e tyre, nuk e dinë që përpara se të shkosh të bësh atë zgjidhjen e famshme, ka një seancë pajtimi, e cila pra ne jemi një sistem legjislativ proteksionist ndaj familjes, e kemi shumë të shenjtë familjen akoma dhe kemi një seancën që të jepet mundësi që ti të gjesh zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Dhe pastaj është problemi i detyrimeve ndaj mbas zgjidhjes martesës, detyrime ndaj bashkëshortit, detyrime ndaj fëmijëve, detyrime ushqimore. Trajtimi me psikolog është shumë i rëndësishëm gjatë këtyre proceseve, se janë procese të dhimbshme, si për çiftin që ndahet, po edhe për fëmijët. Problematik tjetër pastaj janë çështjet administrative, dhe aty kemi shumë probleme. Njerëz që largohen me të drejtë ose pa të drejtë nga puna, që kanë të drejtë të marrin kompensim financiar, të marrin pushimet prapambeturit. Pra, këto janë pak a shumë 3 problematikat më të gjera që kanë shoqërinë tonë. Pastaj jemi dhe një shtet apo një qytetari me probleme dhe në aspektin e trajtimit të situatave civile apo penale, patjetër. Kemi një sistem penitenciar shumë ngarkuar. Këtu pjesa e paraburgimit ose pjesa e prezumimit pafajësisë është shumë e kërcënuar. Sistemi i të pasurit prokurori, që gjithmonë pretendon dhe tenton të gjej fajtor dhe t'i mbylli, të paragjykon, thonë sa, dhe të kalon direkt në sistem duke kaluar gjitha masat, sepse nuk është masa e sigurisë fillojnë që nga detyrimi paraqitjes, fillon nga arresti shtëpisë, nga puna në komunitet, po themi, që janë edhe masa sigurie, por edhe masa dënimi më mbas. Ne kemi tendencën gjithmonë në sistemin tonë të gjejmë një fajtor, t'i kalojmë në arrest në burg edhe më pas të mbipopullojmë dhe burgjet. Fatkeqësisht. Pra, e thënë ndryshe kjo më thjesht për qytetarët. Marrim një rast, nëse dikush ka bërë një vjedhje, po themi, prokuroria e shpall fajtorët, pastaj del që
e kemi të kuptoj, siç e thash, e kemi shumë të vështirë pjesën e prezumimit mirëfilltazit të pafajësisë dhe gjykimeve apo dënimeve, siç thash, alternative. Sepse ju përmendët vjedhjen. Vjedhja është një vepër penale e cila ka parashikimet ligjore, parashikon edhe burgun, po themi, po dhe dënimin alternativ, nëse sepse varet shumë nga objekti. Pra, po themi, ka një vjedhje për një shumë të hollash, ka një vjedhje që deri dje ishte energjisë elektrike. Pra, është vepër me një diapazon shumë të zgjeruar, ku edhe dënimet duhet të jenë sipas peshës dhe sipas madhësisë së veprës penale që ke kryer. Tendenca, e them fatkeqësisht, tendenca jonë e sistemit akuzator është që të dënojë me burg. Dhe siç e kemi thënë, siç e nxjerrin dhe raportet e Bashkimit Evropian, ne kemi sistemin ndoshta më të populluar të burgjeve në rajon, po ndoshta edhe më qerë. Po si mund zgjidhet kjo? Atëherë, ka dy më saktë alternativa. E para është që sistemi jonë akuzator të ndryshoj këndvështrimin. Do të thotë që të japi sa më shumë dënime alternative. Të zbutet. Po, të japi sa më shumë dënime alternative. Kodi penale përcakton. E ka. Por prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore, gjatë hetimit përpara se ta çojnë, të shikojnë mundësinë edhe kur e përcaktojnë akuzën që pas e mbrojnë në gjykat, ta shikojnë mundësinë që gjërat e vogla, veprat e vogla penale që mund të quhen përsëri vjedhje, të shikohen, të trajtohen edhe nga fakti që je përsëritës apo jo, nëse dikush s'është përsëritës, të shikohet e të trajtohet në një këndvështrim shumë të lehtësuar. Mosha, nëse dikush është në një moshë, po themi, të mitur apo dhe pak mbi të mitur, nuk mund të trajtohet si një person i cili është recidivist ose përsëritës në këndvështrim. E dyta është edhe sistemi i burgjeve. Sistemi i burgjeve duhet të ketë sa më tepër objekte të penitenciare të vojtjes së dënimit, të cilët të kenë sa më shumë hapësira dhe brenda tyre, edhe të ketë hapësira të reja, po dhe brenda tyre të ketë sa më shumë hapësira të cilat të kenë mundësi për këta persona që ata të mos e ndjejnë atë presionin e jashtëzakonshëm, sepse ka një tendencë kur dikush dënohet, futet në burg dhe nuk e gjen ambientin brenda për brenda të lehtësuar ose që me të vërtetë burgut mos jetë një institucion, po themi, ku ti do vuash dënimin, po të jetë më shumë institucion riedukues, pra që ti mos ta ripërsërisësh. Atëherë gjetja e këtyre ambienteve riedukuese brenda sistemit penitenciar do ta lehtësonte shumë edhe pjesën e riedukimit edhe të vuajtjes së dënimit për këtë kategori personash që janë të mitur, pak mbi të miturit, apo edhe persona të cilët janë jo recidivistë, janë për herë të parë në kryerjen e veprave të ndryshme penale. Atëherë kam një pyetje që për një përgjigje për ata që mendojnë se unë i bëj kaq vite burg për kaq dollar. Formalisht, nëse dikush futet në burg, po themi për korrupsion, për vjedhje parash të buxhetit shtetit. E kuptoj. Okej, vetëm formalisht, sa i zgjat atij? Formalisht nuk po flasim për lirie. Sa mund t'i zgjasë procedurat? Proceset duke pas parasysh faktin që ne edhe me ndryshimet në hartën gjyqësore që pothuajse gjykatat e shumë qyteteve ose bashkive të vogla tashmë janë suprimuar, po edhe për faktin që edhe gjykatat e apelit janë gjithashtu suprimuar, flasim për një periudhë, një çështje shkon jo më pak se 5 vjet. Pra që të gjykohet, duke pasur parasysh faktin që pavarësisht se çështjet penale kanë prioritet, po duke pas parasysh hallkat, gjykata e shkallës parë, gjykata e apelit, edhe më pas edhe gjykata e lartë, po ka dhe çështje të natyrës penale që shkojnë dhe në gjykatën kushtetuese, sepse pretendimi për shkeljen e drejtave të njeriut. Pra, atëre flasim për një periudhë të paktën 5 vjeçare minimalisht. Por ki parasysh që veprat penale fillojnë nga 3 vjet edhe shkojnë deri në burgim të përjetshëm. Pra, korrupsioni është, edhe me ndryshimet që janë bërë, si aktiv dhe pasiv, është nga veprat edhe me strukturat e posaçme, SPAK-un apo gjykatën e krimeve edhe korrupsionit, GKK-n, krimeve kundër korrupsionit, është nga veprat që është në marzhin më të lartë të dënimit. Pra,
parulla që unë bëj 5 vjet burg për 1 milion euro nuk është e thjesht, nuk qëndron, se nuk dënohet njëri me atë diapazon, dënohesh të paktën për korrupsion të niveleve të larta mbi 10 apo 15 vjet. Edhe 5 vjet burg. Edhe 5 vjet procesi, pra ti bie që të lësh më shumë se gjysmën e jetës aktive, 20-25 vjet në total, ti lësh brenda 2 herëve të burgut. Prandaj kjo mendësi që kanë shumë të rinj që e shikojnë shtetin si mundësi përfitimi apo abuzimi, duhet të bjerë njëre mirë. Shteti nuk duhet parë më si mundësi abuzimi, asnjëherë, por po them që nga ky moment në vazhdim, nuk duhet parë si mundësi punësimi ku ti ke një vend pune të sigurt, po themi ne, dhe ti mund të flesh gjumë për pjesën tjetër. Fatkeqësisht sot që flasim, shteti vazhdon të jetë punëdhënës shumë i rëndësishëm, por në krahasim me sistemin nga vim, edhe në krahasim me atje ku duam të shkojmë, roli dhe influenca e shtetit si punëdhënës do të bjeri. Duhet që ata që punojnë në shtet të ndërgjegjësohen, të rrisin nivelin e shërbimeve, nivelin e performancës, në mënyrë që të justifikojnë dhe të rinjt duhet i drejtohen më shumë profesioneve. Edhe shkollës lartë, unë nuk jam, ose universitete, nuk jam parim që të mbi popullohen, nuk është më ajo që ka qenë edhe në kohën kur kam qenë unë, po themi student, që shkolla e lartë shikoj si mundësi e vetmje, po themi, e punësimit, tashmë profesionet, jo vetëm këtu, por me hapjen e kufive dhe me tendencën që vendi jonë po shkon po rend drejt Bashkimit Evropian, profesionet janë ato që janë më të kërkuar. Kjo është ajo që unë do të sugjeroj të rinjve, të ushtrojnë mbi veten e tyre një presion dhe një vullnet vazhdueshëm që ata të drejtohen drejt arsimit profesional. Atëherë jemi këtu prapë te kjo pjesa, se kam më shumë një përgjigje nga profesionistë. Patjetër. Efektet psikologjike që ka ky 15 vjeçar, po themi në për gjykata, në për administratë gjyqësore, burgje, cili është efekti që ka ky personi që ka bërë një vjedhje, po themi, në gjendje shteti? Shiko, atëre emocional, psikoemocional. Ka një gjë, domethënë brenda, pra të rikthehemi edhe një herë temës korrupsionit. Ka një gjë, domethënë, korrupsioni është pra ai që e kryen, po themi, si në nivelin ai që i quajmë ne korrupsioni aktiv. Pra ai që e kryen korrupsionin, po dhe ai pasiv, ai që e pranon korrupsionin. Të dy edhe psikologjikisht, por edhe nga ana administrative dënohen, sepse të gjithë dënimet kanë edhe një periudhë të paktën 5 vjeçare që ti je i përjashtuar nga çdo funksioni i administratës publike. Pra, po të fusim rreth 2, 3, 4, 5 vjet që shkon periudha e gjykimit, ta bashkosh me dënimin dhe je deri në 15 vjet, po edhe me këtë 5 vjeçarin që ti nuk shkruan dot më dhe të punësohesh ose të kryesh asnjë funksion në administratën publike, siç e tham, ti ikën më shumë se gjysma jetës. Dhe ti edhe psikologjikisht, nuk është aq e thjesht fakti i burgut, siç e tham. Burgu është një ose institucionet e vojtës dënimit janë shumë të rënda në aspektin psikologjik. Pse është ajo shpreha që burgu do burra, ose është për burrat në aspektin, po themi, në thonjza, sepse mbi të gjitha mendore. Shumë njerëz që vuajnë dënimin dalin të shfytyruar. Si janë ata të parat? Po absolutisht, po edhe nga ana fizike. Të sëmur, se thonë u zbulua, po nuk është se zbulohen sëmundjet. Sëmundjet dalin në pa, sidomos në kushte të vështira. Është ndryshe të jetosh jashtë, pavarësisht në një gjendje ekonomike, po themi, që mund të jetë të varjojë nga e dobët, por ti je në raport, je në kontakt me njerëzit, je në raport me kushtet atmosferike, kurse brenda ti je totalisht izoluar, ke edhe kushtet të tjera të rënduara, po themi fizike, që dalin nga dalë edhe me kalimin e moshës, edhe me kalimin e presionit, stresit apo faktorëve të tjerë, dhe detyrimisht ti del, po themi, i përçudnuar në thonjza nga burgu. Është shumë e vështirë. Prandaj edhe një herë gjithmonë i mshohet faktit që duhet të iki koncepti i pasurimit të shpejtë tek shqiptarët. Atëherë, cili është mesazhi juaj për shqiptarët? Unë do t'i drejtohem fjerakëve, me qenë se ne po flasim në qytetin e Fierit, dhe përmes fjerakëve normalisht mesazhi i vlen për të gjithë. Do ta shifja vetëm në 3 drejtime. A, të
të përpiqen që mos largohen nga fieri. Dhe kjo vlen edhe në konceptin madhor mos largohen nga Shqipëria. Kudo që të shkosh, shpreha guri i rënd në vetë ka një thelb shumë të rëndësishëm. Është që pesha, identiteti, vlera e gjithë secilit vlerësohet më shumë në vendin ku ti je. Sepse edhe Shqipëria ka shumë nevojë për ta, edhe fieri po themi ka nevojë për fierakët. E dyta, do t'i thosha gjithë secili që të bazohen dhe të fokusohen te puna e ndershme. Puna e ndershme në bazë të aftësive të tyre profesionale. Qoftë arsimit profesional, qoftë edhe të atyre që kanë mbaruar shkollën. Mos sa shikojnë, siç e thash, shtetin si një lop për të miel, në thonjza. Që të shkojnë në shtet për të ndendur rahat ose të shkojnë në shtet për të pasuruar një kohë të shkurtër. Dhe e treta është edhe më kryesorja, ta duan njëri tjetrin dhe shoqërinë cilës i përkasin. Ti jemi më tolerant në raport me njëri tjetrin, siç na karakterizon ne qytetarët fierak, por përmes nesh edhe gjithë shqiptarët, ta duam njëri tjetrin, ta duam vendin ku jemi, ta mbështesim njëri tjetrin, ta suportojmë dhe të jemi një shoqëri siç e kemi tradit që të vlerësojmë njëri tjetrin dhe mikun për të gjithçka që kemi, pra të përçojmë vlerat dhe qytetarinë që ne na karakterizon. Faleminderit. Ju falenderoj Nandi, ju uroj suksese. Faleminderit edhe juve.